U përpoqe për shkak se nxitove duke treguar dhe që ke një hall, ke një ngërç, se një njeri që s'ka asnjë ngërç, një njeri që ka një normalitet në marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk ka asnjë arsye pse të gënjej qytetarët shqiptar. Se vure këtu në gojë të opozitës, po nuk përmend asnjë emër, se kur ne kishim thënë këtë, e kishim thënë atë, e kishim thënë këtë tjetrën, edhe kishim thënë atë tjetrën. Në fakt ne nuk kemi thënë asgjë për atyre që ti citove këtu, duke ju referuar opozitës. Ne kemi thënë po, që ti ke gënjyer që ke marrë një ftesë personale për shkak se kanë respekt madh për ty, si kryeministri që pret kartelet e drogës në zyrë. Kemi thënë që jo, nuk është një ftesë personale, është një ftesë drejtuar shtetit shqiptar, Republikës Shqipërisë, për të bërë pjesë e bordit paqes. Dhe doli kështu, sepse një ftesë të tillë e kishin marrë me dhjetra shtete në mbar botën, përfshirë Rusinë e Putinit, dhe besoj nuk ka kush dyshime që Rusia nuk është aleat strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo përfshirë Bielorusinë e Lukashenkos. Madje në garën e ethshme me këtë të fundit, keq më vjen, po ky i fundit ta kaloi. E nënshkroi dje, marrëveshjen du bë dje pjesë e bordit paqes. Ndërsa ti e solle për të bërë sot. Me shpresën që do ishe më i shpejt se Lukashenko, po në fakt nuk arritet dot të ishe më i shpejt se ai. Do duhet sqaroje këtu jo gënjeshtra ndaj opozitës, por do duhet vije këtu pa teatër për t'i shpjeguar shqiptarëve pse presidentin e aleatit ton më të madh strategjik e ke quajtur si turpi i njerëzimit në një intervistë në CNN. Tani na thuaj, presidenti Trump, kryetari i bordit paqes, është faktor paqeje apo turpi i njerëzimit? Tani na thuaj, presidenti Trump është faktor paqe apo mos e dhënë Zoti të zgjidhet president? Tani na thuaj, presidenti Trump është rrezik për marrëdhëniet shqiptaro-amerikane siç që shprehur zotrote, apo është partner strategjik i Shqipërisë? Këtë prishin sot shqiptarët, që ti të sqaroje, të kërkoje ndjesë për këtë që ke bërë për llogari të palëve të treta, dhe të pranoje që po ke gabuar, sepse presidenti Trump dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë gjithmonë faktor paqe globale, janë faktori kyç që sot Kosova, një pjesë e kombit shqiptar, është shtet i lirë dhe i pavarur, se erdhe këtu dhe fole për Kosovën. E kuptoj që xhelozon këtë foton. E kemi qartë, sepse vure tamtamet e tuan këtë sallë të na thoshin që je i vetmi drejtues shteti që je ftuar nga Ballkani. E ka marrë dje, tha ministrja e jashtme. Jemi të lumtur, tha, që e ka marrë dje Kosova ftesën. Zoja ministre e ka marrë prerë me Shqipërinë në datën 20 janar. Dhe mos e vazhdoni më këtë teatër, po thojni të vërtetën shqiptarve, thojni që po, edhe Kosova e ka marrë dhe ne jemi shumë krenar që e ka marrë kombi shqiptar. E ripërsëris, jemi faktor paqe, prandaj ftohemi në një bord që ka si qëllim paqen globale. Dhe absolutisht nuk ka në këtë sallë, besoj unë, askënd kundër që Shqipëria të luaj rolin e saj, jo vetëm duke qenë pjesë e bordit paqes, por dhe për ndihmuar në atë rolin e vogël që ka në paqen në mbar botën. S'kemi qenë kur kundër. Por parafolsi që ishte këtu, duhet shpjegoj hallet e tij të mëdha. Duhet shpjegoj pse e lidh antarësimin e Shqipërisë në këtë bord paqe me emrin e vet.
Qa halli ka ky njeri? Pse i duhet ti emri i ti në ligj? Ku i do t'i tregoj? Çfarë don të tregoj? Po e ka kushtetuta. Në marrëdhënie ndërkombëtare, në organizata ndërkombëtare, Shqipëria përfaqësohet o nga presidenti o nga kryeministri. Nuk përfaqësohet nga dikush tjetër. Madje duke pas frikë se mos çonte Belindën, se ky edhe e bën, ja kishte vënë Bajrami atje në shkresë. I kishte thënë po ta jap vetëm ty, s'të lejohet të çosh askën tjetër. Ja kishte kufizuar dhe Bajrami, se e din që ky, siç ishte sot nervoz dhe ku nuk është mirë, mund të çojë dhe Belindën atje të përfaqësojë Shqipërinë në bordin e paqes. Se me të është në paqe, ndërsa sot mësuam që kishte bërë paqe edhe me Erion Veliajn. Po si ka mundësi që kur ne diskutojmë këtë marrëveshjen historike që na folën kolegët në nisje të kësaj seance plenare, nga 18 apo 19 minuta që foli, 15 minuta i kishte spaku. Çfarë lidhje ka spaku me këtë marrëveshjen e bordit paqes? Apo do t'i japësh mesazhin spakut që shiko se unë e kam mirë me Amerikën. Shikoni se Amerika vetëm mua më njeh, prandaj po e vej emrin tim te kjo marrëveshje. Po kë mashtron ti me këtë? Po çai diti shqiptarët budallëjnë? Se nuk e kisha as të improvizuar, e kishe të shkruar. Pra erdhe këtu dhe tregove që shqetësimi i vetëm që ke është të lidhësh këtë raport të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me prokurorinë e posaçme. Çhyn spaku në këtë diskutim që po bëjmë ne sot. Kush është shqetësimi jot në këtë rast? E pra ta kuptosh që i vetmi gënjeshtar në këtë sallë dhe gjatë gjithë këtyre ditëve je vetëm ti. I the shqiptarëve që do ishe vend themelues, ja ku janë themeluesit. I pari ka nënshkruar ai që e ka krijuar, me kërkesë të cilit po krijohet, presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe më pas 20 drejtues të 20 shteteve kanë themeluar sot bordin e paqes. Pas këtij momenti, çdo vend tjetër që ratifikon kartën e bordit paqes, thjesht i bashkohet këtij organizmi. Por themelimi është bërë sot në Davos, ku ti erdhe këtu e për turpin tënd the zjolla të bëja një takim privat në vend se të bëja detyrën time shtetërore dhe të përfaqësoja Republikën e Shqipërisë aty ku do duhej ta përfaqësoje. E vërteta është që nuk ishte karrige për ty në këtë, dhe prandaj zgjodhe të rije krah Belindës sot në këtë sallë parlamenti, të sulmoje opozitën, të baltosje Shqipërinë, të turpëroje Shqipërinë dhe tregoje edhe se ku e ke hallin. Halli jot i vetëm është që ke rënë në Gratsk, je i vetmi kryeministër në Europë që bashkëpunon me kartelet e drogës, je i vetmi kryeministër në Europë, e po duash në botë, që krahun të ndjath e ke të pandehur për abuzim me pushtetin dhe korrupsion në prokurime publike me vlerë 1.1 miliard euro, je i vetmi kryeministër në botë që thua ndjehem krenar që institucionet shtetërore marrin peng biznesmenët për të vrarë konkurrencën e lirë, je i vetmi kryeministër në Europë dhe në botë që i ke kthyer institucionet në çerdhe të krimit organizuar, je i vetmi njeri